shumë veta nuk e preferojnë. Tash sa marrum E63-shin e Amarildos. Shumë makinë mirë, e shpejt, tash shumë nuk u pëlqe. Po ka shumë që janë të fiksuar, për shembull, janë drejt me këtë kulturën që Benzi është më i mirë, edhe zgjedhin për herë Benzin, si për gjitha, mirë është mi provu gjitha dhe pastaj më vendos. Rëndësi ka që njerëz të kanë qef motorsportin, i kanë qef makinat, i majnë mirë, i trajtojnë mirë. Kjo është kryesorja. Normal, nuk më rrihet do të pa i thonë gjonat që s'm pëlqen. Thonë kjo, tash më vjen mirë që e çon i ri, ka punuar fort, që i vogël, punon akoma, djali edhe faqen e vet tag që merret me këto rregullime, se është 20 vjeç, ka marrë 63S. Kjo është shumë gjë e mirë, këto shulle që i mbush janë pozitiv. Unë e këshillova që të mos ecë shumë shpejt, të marrë me qetësi, nuk është puna vetëm të shpejtësia. Akselerimi, adrenalin ka, po nuk top speedin s'ke nevojë me i çu deri në fund, se ato numra janë, po këtë ndjesin të jep akselerimi më shumë. Për qenë është makinë e mirë, e shpejt, kjo versioni S, 4matik është mirë që është, edhe prapë edhe 4matik kjo rëshet në herë. Duan gomat janë të rëndësishme, edhe për gomat e këshillova me investu në gomat mira, dhe gomat performance, se është makinë performance. Më pesën që kena bo shumë e shpejt se kjo F10, vetëm diferencial mrapa, po s'ka qenë stok. Është brutale, të ndrimin e marshve ka, kur e qote kjo me G-Mode, Sport Plus, shumë brutale ka, shumë. Dhe shumë sensitiv i bëhet gazi, pak më tepër se ç'duhet, me thonë drejt, ose nështë duhet më të mësu koma. Pastaj pozicioni mirë këto sediljet e mira kështu të majnë në përkthesa. Handling, se ishte edhe koha sot pak jo ideale me shi, edhe këto rrugë tona bëhen kështu gjalp fare. Po mirë është, në këtë segment, M5 ka qenë benchmarku. M5 ka qenë më e mira për kthesa, edhe për shpejtësi maksimale, për akselerim ka qenë për Audi, RS6, se ka qenë 4, po nëzori kjo Benzi formatikun, edhe në akselerim ja kaloi edhe Audit. Pastaj të gjenerata tjetër është nëzori BMW-ja F90, ja kaloi të gjithave, pastaj me X-Drive-in, edhe atë do bëjmë së shpejti. Se di si ju duk ju, taksia më e shpejt në botë, këtë kishit zgjedh, RS6, M5 F10, apo këta E63S.